të tretës të fundit natës, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam, kur mbetet nga nata 1/3 deri në fund, që thirret ezani i sabahut, Allahu xhalla xhelalu zbet në qiellin e dynjas dhe thot: a ka ndonjë njeri që ka ndonjë kërkesë t'ia plotsoj? A ka ndonjë njeri që ka ndonjë dëshirë t'ia realizoj? A ka ndonjë njeri që ka ndonjë hall t'ia zgjidh? A ka ndonjë njeri që do të kërkoj falje që ta fal? Dhe kjo ndodh çdo natë deri në mëngjes. Ti që ankohesh ke njerëzit, ti që qahesh ke njerëzit, ti që s'le derë patrokit dhe le derë në Allahut patrokit, subhanallah. Ai çdo natë thot, ç'a halli keni? Po jo se ne gjumin e dum gjumin e dum gjum, rehatin e dum rehati, po edhe duat, dum që të na plotësojnë dhe halle, nuk dum që të kemi. Po jo, nuk mlidhen gjitha bashkë. Nuk bëhen gjitha bashkë. Ai që ka hall me të vërtet, ai që ka breng në shpirt, çohet 1/3 e fundit natës. E kalon 1 gjysore në dua dhe në lutje. Se Allahu nuk e thyn premtimin. Allahu është i besës, e mën premtimin. Ti çohu bëj tatën. Ti mos bëj llogaritë e Zotit. Përgjigjet s'përgjigjet, pranohet apo s'pranohet. Jo po ndoshta, si ndoshta un po e bëj herë, po hajt mo. Jo. Ti bëj atë që duhet bësh ti. Pjesën tjetër leja Allahu. E din vetaj se çfarë bën. Kohë tjetër dhe moment tjetër është koha mas ezanit drekës. Si mas ezanit drekës? Në momentin që thirret ezani i drekës, hapen dyert e qiellit. Është momenti kur ngjiten veprat tek Allahu xhelle xhelaluhu. Moment tjetër që duhet shfrytzuar është koha e syfyrit në përgjithësi. Si më thon funi i natës, ti ndoshta nuk çohesh kur fillon 1/3 e natës, po çohesh 10 minuta para ezanit sabahut, atë kohë shfrytzoje.